Policia shqiptare ka vënë pranga një shtetas 23 vjeçar i identifikuar si Ergy Sarnjeti, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Arrestimi është kryer në fshatin Barbullush të Vautodejës në kuadër të një operacioni të koordinuar mes policisë shqiptare dhe Interpol Tirana. Sipas të dhënave zyrtare, Ergy Sarnjeti akuzohet për përfshirjen në një organizatë kriminale me aktivitet ndërkombëtar, e cila merri me trafikimin e lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Italisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Veprimtaria e grupit dyshohet se është zhvilluar përgjatë një periudhe të gjatë kohore dhe ka qenë objekt hetimi nga autoritetet italiane. Gjykata e L'Aquilas në Itali ka lëshuar në vitin 2024 një urdhër arresti ndaj të riut, duke caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike në kuadër të një organizate kriminale. Aktualisht autoritetet shqiptare janë në procesin e përgatitjes së dokumentacionit për ekstradimin e tij drejt Italisë, u pritet të përballet me drejtësinë.